Të dashur shqiptar, është gjetur qyteti Arvanitas, i regjistruar në regjistrat e Bizantit. Dhe ky qytet të dashur shqiptar quhet Lule. Në greqishtën moderne kjo quhet Luludhi, është një fjalë përkëdhelëse. Do të thot lule në greqisht. Kjo fjalë është regjistruar përpara se sa gjuha helene të ndryshojë n fundore në i. Pra në greqishtën e sotme, kjo fjalë do të lexohej luli. Por në greqishtën e shekullit të 8 para erës sonë, deri në shekullin e parë të erës sonë, kjo shqiptoheshte Lyle. Në gjuhën latine kjo është Lilith, ose një lule e verdhë shumë e bukur. Mendoj se ishte me origjinë nga gjuha egjiptiane. Kështu është shkruar në të gjithë fjalorët e greqishtes. Mirë po. Kur unë botoj fjalorin në gjuhën indo-europiane, kushërinjtë mi thonë, si guxon ti që boton fjalorin në gjuhën indo-europiane dhe nuk lexon Homerin në origjinal? E po mirë thash, do ta lexoj, po kjo është një gjuhë e veçantë e folur në Azinë e vogël. Gjuha e Homerit është dialekti ionik, që u zhduk në shekullin e 7 para erës sonë dhe ne nuk e dim se si janë shqiptuar fjalët në poemat e Homerit. As grekët nuk e din se si shqiptohen ato. Është një gjuhë e zhdukur, e vdekur, nuk është regjistruar kur një person që të flas dialektin ionik. Poemat e Homerit janë ndryshuar me shekuj, janë redaktuar. Dhe atje ka qenë qyteti Lule, në poemat e Homerit është hequr, mirë po është regjistruar në dokumenta dytësore. Kjo fjalë, ky qytet, Pellazg, mua më ka shqetësuar gjithmonë koncepti Pellazg, sepse gjuha ilire është vërtetuar që është folur në të gjithë gadishullin ilirik, madje deri në Azinë e vogël, është qyteti Dardanus. Qyteti i lirë. Troja quhet Dardania, Trojan quhet Dardan, dhe kjo është në poemat e Homerit. Pa poemat e Homerit ju s'do të kishit mësuar kur që Trojani quhet Dardan, sepse fjala Dardan në greqishtën e sotme ka kuptimin ujit të trash, sepse grekët i urrenin folësit e dialektit ionik. Gjuha e dialektit ionik quhet gjuha e Ilionit në dokumentat e Bizantit. Iliristi është gjuha e Ilionit, gjuha ilire. Pra, greqishtja sotme është mbështetur në gjuhën ilire. Kjo për arsyen se gjuhët helene kanë ekzistuar si gjuhët latine. Vijnë nga një familje e përbashkët, ku bën pjesë dhe ilirishtja ose dialekti ionik. Gjuha shqipe që flasim në sot është trashëgimtare e kësaj gjuhe, dialektit ionik ose ilirishti. Tani, ata që thonë që kjo është gjuha pellazge, kjo është vetëm ilirishtja e folur në Hellad. Por pjesa tjetër është folur në të gjithë gadishullin ilirik deri në Azinë e vogël. Ilirët janë populli më i madh i antikitetit. Në qoftë se në greqisht fillimisht u gjetën 12 dialekte, sot janë 25 dialekte me alfabetet e tyre të veçantë. Tani do të them gjën më të tmerrshme. Sipas Aleksandrit, poet dhe historian, ai thotë që Lyla është një qytet në Arkadia, qytet Pellazg. Vepra ku ai përmend këtë quhet Lykoreia nuk ekziston. Është zhdukur sepse grekët kanë zhdukur të gjitha veprat pagane. Të gjithë veprat e grekëve që kemi ne sot, i kemi nga princa arab.
që i merren ato në papiruse, në fashikuj, dhe i kanë ruajtur në shkretë të tirë. Të gjithë veprat që kemi ne janë mbetje të gjetura nga princat arab në shkretë të tirë mbas shkatërimit të bibliotekës së Aleksandrisë. Këto janë vetëm copa që janë gjetur. Pra vepra e Aleksandrit ka humbur, por fragmentet të veprës së Aleksandrit janë ruajtur. Dhe i përmend qytetin Lule, që në dialektin antik sot do të ishte Lyli ose Lili. Kjo është çmenduri. Kjo fjalë është në gjuhën latine. Vjen nga helenishtja. Një lule e verdhë, Lili. Por mendoj se ishte nga gjuha egjiptiane. Tani duke përdorur inteligjencën kompjuterike, unë skanoj 9 milion fjalë, i vë në mënyrë alfabetike, i bashkangjis me indeksin e të gjitha fjalëve të fjalorit të gjuhëve indo-europiane. Ky projekt nuk e merrni dot me mend. Nuk e merrni dot me mend se sa kohë ka ngrënë ky projekt, por me lindjen e inteligjencës kompjuterike është përshpejtuar. Dhe është gjetur, se do të thot fjala lule. Të dashur shqiptari, ju lutem mos qani, fjala lule është e lidhur me emrin e Lezhës, Lisos, një gur i lëmuar që u ngrit i përkushtuar pikërisht perëndisë së diellit Helios, Lisos. Ky është dialekti i Kretës, të dashur shqiptar. Dhe këta nuk janë kolonistë, siç mendohej më përpara. Këto janë dialektet e Gadishullit Ilirik, 25 dialektet helene. Pra që të heqësh emrin e Lules nga Shqipja, do të heqësh emrin Lisus nga Lezhë, do të heqësh emrin Dyrakion nga Durrësi dhe Aulon nga Vlora. Pra, nuk mund të hiqen toponimet ilire për fat keq. Po të hiqen emrat ilir, duhen hequr fjalët nga gjuhës shqipe. Pra, po të heqim toponimet iliro-helene, shkatrohet gjuha shqipe. Fjala lule e shqipes është origjina e qytetit Lule në Arkadia, të dashur shqiptar, qytet pellazg. Kjo është çmenduri. Banorët quheshin Lulajos, banorët e qytetit Lule. Kjo është çmenduri. Shqiptarët janë lulet e qytetërimit, të dashur shqiptar. Por gjuha juaj, gjuha jonë, gjuha ime është e lidhur me greqishtën. Nuk mund të ndahet nga greqishtja. Është e pamundur të ndahet nga të gjitha dialektet helene. Pra në greqishtën e sotme luludhi, lule, vjen drejt për drejt nga gjuha shqipe. Lule është fjalë përkëdhelëse. Dhe kjo vjen drejt për drejt nga qyteti më i vjetër pellazg, Lule, të dashur shqiptar. Dhe tani, inteligjenca kompjuterike mbledh të gjitha fjalët në të gjitha veprat e autorëve helen, përfshi sidomos Iliadën, aty janë fjalët më të lashta, dhe këtu janë shpjeguar në fjalorin e Hezikësit të Aleksandrisë, se çdo të thot fjala lule. Pra, në gjuhën shqipe lule është emër i përgjithshëm, ndërsa në helenisht lule do të thot lilis ose lule të verdha. Në shqip është emër i përgjithshëm, në gjuhën helene është një emër i veçantë. Kjo është një çmenduri. Këtu është përkthyer që kjo fjalë shpjegohet edhe në veprën e Odiseas, edhe në veprën e Iliadës, dhe është e lidhur me fjalën shkëmb i rumbullakët. Pra, lulja e merr emrin për shkak të sipërfaqes së lëmuar të saj, dhe që ngjan me shkëmbin e rumbullakët, kolonën e rumbullakët që i kushtoi perëndis Helios. Në një farë mënyre, kjo është lulja e diellit, të dashur shqiptar, po
akoma nuk ishte zbuluar lulja e diellit në Amerikë. Kjo është lulja e diellit të Ilirisë të dashur shqiptar, lulja e Heliosit. Kjo është çmenduri. Pra, kjo fjalë është shpjeguar në veprën e Iliadës, fjala lule, Lilith, me kuptimin një bim e butë me petale të buta, të lëmuara, të dashur shqiptar. Prekëndej vjen fjala Leirion, që është një fjalë përkëdhelse në helenisht, por dhe në ilirisht, një lloj si fjala Delminion për kryeqytetin e Dalmatëve dhe Ulkinion, kryeqytetin e ilirëve në malin e Zi. Kjo është çmenduri të dashur shqiptar. Gjuha shqipe nuk mund të ndahet nga gjuha helene. Pra, në gjuhën e Iliadës, fjala lule, siç e shikoni, është shpjeguar si bimë me lëkurë të lëmuar me petale të buta të lëmuara. Të dashur shqiptar, Homeri është i vetmi autor në botë që thotë lulja është një bimë me sipërfaqe të lëmuar me petale të buta. Vepra Homerit është një traktat etimologjik. Homeri shpjegon origjinën e qyteteve ilire të dashur shqiptar. Të gjitha, por sidomos qytetin Lule, e shpjegon në mënyrë të hollësishme. A ka një poet në botë shqiptar ose poet të ndonjë gjuhë tjetër të botës? Nuk është gjetur kurrë që të shpjegoj gjatë poemës së tij fjalën lule. Nga vjen ajo? Ç'kuptim ka? Nga vjen qyteti i lules? Dhe këtë bën Homeri në të gjithë vargjet e tij. Dy luftimet e Hektorit me Akilin, grindja e Agamemnonit me Akilin, këto janë thjesht elemente poetike, por pjesa më e madhe e veprës së Homerit është ajo pjesë ku autorët e Oxfordit thonë Homeri në zgjumi. Ata janë të fjetur të dashur shqiptar, profesorët e Oxfordit që nuk din greqisht dhe shqip. Homeri nuk e zë gjumi kur. Ata janë të fjetur, profesorët e Oxfordit. Homeri shpjegon etimologjin e qyteteve ilire, pellazge. Qytetet pellazge janë në Hellad. Nuk mund të quhen shqiptarët pellazg. Por Homeri shpjegon qytetet e Ilirisë. Të gjitha. Si është e mundur një gjë e tillë? Kjo për arsyen se vepra Homerit është redaktuar me shekuj dhe janë bërë shtesa aty. Sa herë që zbuloi ndonjë qytet i lirë, shpjegohej në veprën e Homerit. Kjo është çmenduri. Pse? Do të shikojmë në filma të tjerë, ka fjalë që ekzistojnë vetëm në greqisht dhe në shqip, jo në gjuhë të tjera indoeuropiane. Qyteti më madhështor që kam zbuluar deri tani është qyteti Klaja, që do thotë me qa, vetëm në shqip dhe në greqisht. Do t'i shikoni të gjithë filmat e mi, të shikoni evolucionin tim si studiues. Ky evolucion ndodhi vetëm për një arsye. Kushërinjtë e mi e panë me mos besim për kthimin e fjalorit të gjuhëve indoeuropiane. Thanë, ti pa lexuar Homerin si guxon dhe boton fjalorin për gjuhët indoeuropiane. E pra gjuhën e Homerit, siç e shikoni, nuk e kuptojnë as grekët vet. Askush nuk e di, asnjë grek që do të thotë fjala lule një bimë e lëmuar, sepse asnjë poet grek nuk shpjegon fjalë greke për grekët. Po ashtu asnjë poet italian nuk shpjegon fjalë italiane për italianët në poezinë e tij, asnjëherë. Kur? Nuk është gjetur ndonjë poet që të shpjegojë origjinën e fjalëve të gjuhës së tij tek bashkëdhetarët e tij. Vetëm Homeri e bën një gjë të tillë. Po Homeri nuk ishte gjallë. Homeri kishte vdekur që në shekullin e 8 para Rëson. Ku mbajti shënim Homeri evolucionin e qyteteve ilire,
evolucionin e fjalëve në ilirisht. Dhe pse quhet gjuha e Homerit ilirishti? Në fjalorin e Hezikësit Aleksandris, ky është zbulimi im, zbulimi më i madh. Mediat shqiptare nuk e pasqyrojnë këtë. Gazetat shqiptare nuk shkruajnë dhe s'do shkruajnë kurrë për këtë gjë, sepse shqiptarëve nuk ju pëlqen që grekët dhe shqiptarët janë vëllezër. Gjuha shqipe është zhvilluar edhe në Hellad, edhe në Iliri. Po deri dje çamët banonin pra në Hellad, që ne e quajmë Iliri. Grekët e quajnë Hellad. Është në një farë mënyre toke përbashkët. Të themi atë që është. Nuk është e grekërve, nuk është as e jona, është jemi vëllezër. Aty kanë lindur gjuhët iliro-helene. Dhe kjo shpjegohet në veprën e Homerit vazhdimisht, po duhet ta lexoni në origjinal, por me fjalor sepse s'do e kuptoni dot. Grekët e kanë mësuar që gjuha e Homerit nuk është greke në shekullin e 19. Një Arvanitas përkthen veprën e Homerit në greqisht, grekët tmerohen, shpërthejnë demonstrata dhe Arvanitasi bashkë me gruan e tij zhvendosen për në Angli dhe atje i kalon të gjitha ditët e tij të jetës, ky Arvanitas i mjerë. Nga frika e madhe e grekërve, që u tërbuan. Po si nuk qenë nga gjuha e Homerit greke? Nuk është. Grekët se kuptojnë gjuhën e Homerit, duhet përkthyer. Dhe është përkthyer me parafërsi, nuk dihet se çfarë thot Homeri. Është çmenduri kjo që ka ndodhur, sepse s'ka autor në botë që të shpjegojë. Lule është një bimë me petale të buta, prandaj quhet Lule dhe prekëndej vjen qyteti Lule në Arkadia. Po ku ka ndodhur një gjë e tillë? Më gjeni mua një shkrimtar që të shpjegoj origjinën e qyteteve greke me fjalë të ilirishtes. Është çmenduri. Pra, poemat e Homerit janë krijuar në një periudhë historike kur ilirishtja ishte shumë e ngjashme me të gjitha dialektet e lashta helene. Gjuha ilire ka evoluar dhe ka dhënë shqipen. Dialektet e lashta helene kanë evoluar, janë përngjitur dhe kanë formuar greqishtën e sotme. Pra janë ndarë greqishtja dhe shqipja, nuk janë e njëjta gjuhë, por dikur kanë qenë shumë afër njëra tjetrës. Dhe në veprën e Homerit sqarohen fjalë të ilirishtes dhe gjuha e Homerit quhet ilirishti. Kjo është shmenduri. Në çdo film që kam thënë, kam sqaruar që gjuha shqipe ka numrin më të madh të fonemave nga të gjitha gjuhët indo-europiane dhe kam thënë që gjuha shqipe është gjuhë nostratike, gjuha nën, në kuptimin që në shqip janë ruajtur këto fonema. Numri fonemave në greqisht është shumë më i vogël. Pra shqipja arkaike ka mbetur një gjuhë e pakdhendur, e pashkruar. Fati i keq i shqipes që ka humbur 90% të fjalorit të saj. Por ato fjalë që ka shqipja sot, luludhi në helenisht dhe lule në shqip, lule, ka qenë një lule e bukur e verdh, e sqaruar në veprën e Homerit dhe origjina e qytetit Lule në Arkadia. Po kjo është çmenduri, tashti e kuptoni se çfarë janë pellazgët. Flisi një dialekt iliro-helen. Fjalët në pellazgjisht gjenden edhe në greqisht, me derivativ, por edhe në shqip. Shqiptarët dhe ilirët dhe helenët kanë një origjinë të përbashkët, kjo është arsyeja. Praktikisht nuk mund të ketë një kufi midis Ilirisë dhe Helladës. Është e tmerrshme kjo që them, po nuk mund të ketë. Hellada është Shqipëri në një farë mënyre. Në një farë mënyre Shqipëria është Hellad. Më vjen keq që e them. Unë jam patrioti më i madh në botë, që ta dini. Patriot i thekur, i tërbuar, dhe qëllimi im gjatë gjithë jetës ishte të provoj të kundërtën. Që shqipja është madhështore dhe helenishtja është një gjuhë e dytë etj.
Domethënë që shqipja është më e lartë, më hynore sepse është gjuhë e palëmuar, gjuhë origjinale arkaike. Dhe është e vërtet. Në Shqip është ruajtur shqiptimi i fjalës lule nga shekulli 8 para erës sonë. Shqipja s'ka ndryshuar fare. Po kjo fjalë është në greqisht, por edhe në shqip në të njëjtën kohë. Tmer o tmer. Dhe kur e kuptova unë që është kaq e ngjashme shqipja me helenishtën, fjala miza vjen nga helenishtja mia, që në gjuhën e grekëve pontik është myga, ndërsa në gjuhën e Cakonjes është bërë myza. Në shqip ka dhënë miza. E kuptoni apo jo? Është origjina e diminutivit në shqip. Gjuha e Cakonjes është motër e shqipes, more, e kuptoni apo jo? Është dialekti i spartanëve. Çmenduri. Gjuha mesape është e mbushur me fjalë të shqipes, por mesapishtja flitej në Hellad. Mesapia ka qenë në Hellad. Prandaj u shpërnda në Italinë e Jugut dhe në Shqipëri. Aty ka lindur gjuha mesape në Greqi, e dini ju apo jo? Qyteti më i lashtë Arvanitas, e kam zbuluar unë, quheshte Arba, që do thotë bardhë. Çmenduri. Arbanon, principat në Shqipëri, Arbanon, kryeqyteti i grekërve pontik, në detin e Zi. Çmenduri. Sa më shumë që studion helenishtën dhe dialektet e saj, aq më shumë ngjan me shqipen. Do ta shikojmë në filma të tjerë, po ky është tmer. Fjala lule e shqipes lidhet me fjalën lisos, lezhë. E kuptoni apo jo? Ndërkohë që në shqip kjo fjalë lezhë ka derivativin e saj, ledh. Ju betohem. Ju faleminderit për vëmendjen, pra si ta heqim ne emrin e lezhës? Do të heqim fjalën lule nga shqipja. Po si do ekzistojë fjala në shqip? Çfarë fjalësh do përdorim neve? Kjo është fjalë ilire e përbashkët me helenishtën, fjala lule. Është origjina e qytetit në Arkadia. Është fjalë e përbashkët. Ka kuptimin me petalet e lëmuara. Bim me trup të lëmuar. Këtë thot Homeri. Sqaron fjalët e ilirishtes, të pellazgjishtes. Edhe një herë, ilirisht në veri, pellazgjisht në jug. Nuk përmendet fjala grek, nuk ekziston. Në veprën e Homerit, grekët quhen Akeas, dhe e dini nga vjen fjala Akea? Nga fjala ankth, ankthi i Demetrës. E shpjeguar në veprën e Homerit gjithashtu. Çdo gjë. Në origjinal, lexojeni vet, po të doni. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Pra në lashtësi nuk ka patur kufi midis Helladës dhe Ilirisë. Nuk ka kufi. Janë që të dyja pjesë të një kulture të vetme. Mirupafshim. Ju mund të shiteni si patriot sa të doni, po nuk e ndryshoni dot të vërtetën, që ka dalë në shesh, mbas leximit të Iliadës në origjinal, nga unë.